Jam Luljeta Tezi Krasniqi. Nuk ishe gjasa që do t'i shpëtoje një operacionit kaq të gjatë? Jo. E pretën që është kancerin në pankreas. Tanë natën e pash në ëndër, fytyra jote ka qenë në duart e mia. Isha në peshën 47 kg. Do më thonë ka kalun një fazë më të thellë smundja. Për sa kohë shtrive në spitalin e Turqisë? Po e pata dhe djalin, mas 12 vjetë e kam një djallë, Ajberkin. Tha mami, është e vërtet që e paske një smundje që s'ka shërim. Atyve i thash, a ka mundësi, mos të shtrina në shtrat, të heci me konte mia deri në sallën e operimit. Pse kërkove këta? Ashtu kërkova, e disha që është hecja jeme e fundit. Një operacion dikon 18 orë. Durt i kam pas të lidhura, edhe kom të lidhura. Unë e disha që jam në botën tjetër. Tash motën në cilën bot jam. A tregojnë ndonjë moment të vështirë gjatë trajtimit smundjes? Vishin të kepshin për zgjodhe. Mos ma ndërqejnë zonin e kepsha kojën ose gishtin. E hupa shoqën më të ngushtë, Lulije Dakaj. Familjarve, pe që ja bona me dorë. Kështu. Mirë mama shikues të nderuar dhe mirë se po takohemi në episodin e radhës emocionuese të emisionit Rrëfim Jete. Edhe sonte do t'jemi së bashku në këtë emision duke sjellur tek ju rrëfime nga më të ndryshmet, nga personazhe të ndryshme të cilat vinë në këtë studio për të rrëfyer për jetën e tyre. Në këtë studio sjellim rrëfime të ndryshme të jashtëzakonshme, histori, vështirësi të jetës që kalojnë njerëzit nëpër etapa të ndryshme. Fillimisht deshta t'i falenderoj edhe sponsorët e këtij emisioni, duke filluar nga ordinanca stomatologjike Luani Dent me 2 pikat e tyre në Podujev, gjithashtu dhe në Prishtinë. Luani Dent ju mirëpret me një staf shumë profesional dhe të mrekullueshëm. Një falënderim tjetër shkon edhe për kompaninë Kan Dekor, një kompani e cila është përkujdesur për rregullimin e skenës sonë. Sonte në këtë studio do të vije Luljeta Krasniqi Tezi, një grua shumë e fortë, një grua e cila u ballafaqua me një smundje të rëndë dhe të rrallë. Bëhet fjalë për kancerin në pankreas. Megjithatë, një smundje që don trajtim të jashtëzakonshëm, ku kanë kërkuar mjekët të nënshtrohet një operacioni mbi 18 orësh. Në këtë rast edhe doktorët i kishin pikpyetjet e tyre se a do t'ja dali një operacion të tillë apo jo, meqense ky operacion u krynte jashtë vendit, se nuk kishte mundësi që të kryhet në vendin tonë. Megjithatë, ajo kishte vullnet për jetën dhe nuk u dorëzua asnjëherë. Ju premtoj familjes e sidomos fëmijëve se mami është e fortë dhe do t'ja dalë edhe kësaj sfide. Erdhi momenti që ajo të futet në operacion dhe kërkoi nga stafi mjekësor që deri të futet në sallën e operacionit të shkon në këmbët e saj, duke mos i mërzitur familjen dhe duke ju dhënë vullnet për mëtutje familjarve, ndërsa ajo në vete e mendon se për to është hera e fundit që ecë në këmbët e saj. Falë Zotit, ajo përfundoi operacionin me shumë sukses. E sot e 4 vite ajo ka përfunduar të gjitha terapitë dhe është një grua shumë e fortë. Pavarësisht që ajo sfidua me një smundje të rëndë, ajo ka vendosur që ta hapë një organizat dhe ta quajnë gratë Burnesha, sepse sipas saj, të gjitha gratë pavarësisht ballafaqimeve dhe vështirësive, smundjeve në jetë, duhet të jenë të forta. Ajo në këtë organizat ju jep kurajo më shumë për jetën, duke e marrë gjithmonë shembull veten se çfarë smundje e ka sfiduar dhe sot është shumë e fortë dhe duke ju ndihmuar për trajtim si në Kosovë, gjithashtu dhe jashtë vendit, duke organizuar aktivitetet të ndryshme si në Kosovë, po ashtu dhe në Turqi. Sonte vjen me një rrëfim të jashtëzakonshëm, një grua me të vërtet që na lën me gojë të hapur me rrëfimin e saj.
Luljeta Teci Krasniqi. Dëgjoni këtë rrëfim shumë prekës dhe emocional. Qëndroni me ne. Mirëmbrëma Lule dhe mirë se erdhe në studion të emisionit Rrëfim Jete. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesë. Jam Luljeta Teci Krasniqi. Sotën do t'ju ndaj një historinë tame si bjetuara me kancer në pankreas. Faleminderit shumë që gjete kohë që t'jesh sot me ne dhe me shikuesit tanë në emisionin Rrëfim Jete. Gjithashtu faleminderit shumë që këtë rrëfim e ndani me ne dhe me shikuesit tanë, sepse është një rrëfim që ja vlen të gjithë ta dëgjojnë edhe sidomos ato femra të cilat po kalojnë një situatë keqe me kancer. Kështu që Lulja është një shembull shumë i mirë, një forcë për të gjitha gratë të cilat janë me kancer. Kështu që para se të kalojmë te smundja, fillimisht si ishte jeta juaj para se ta zbuloni smundjen? Para diagnostifikimin e kancerit kam qenë një non e 3 fëmijëve, një non shumë e lumtur. Një fëmëri shumë të lumtur kam kalu, një non mandej u bona, isha gjyshe e 3 nipave. Mas vdekjes së nonës, u bo një tronditje shumë e madhe. Humbja edhe nonës, mas 6 muaj, fillova që trupi jem nuk është duke shumë. Humbja e peshës, shpejt. Shkova mbi njerë në mjeki, i bonëm analizat. Kështu që çdo sen që ishëm duke bo, më dishin shumë mirë analizat. Po humbja peshës ishte shumë e madhe te unë. Po ti kishe ndonjë dhimbje, Dhimbje nuk kam pas. Vetëm ka qenë humbja peshës. U afrova mjekin, i ponëm analizat. Më thamë duhet patjetër një inqizimi më të thellë, me familjarët, shkum në Prishtinë, e ponëm inqizimi. E panë që në gurt i kam në his. Atëre i pranova operimin. Do me thënë sipas mjekëve, ishte kjo që krejt kjo humbje peshës ishin gurt në isë. Po. Edhe inqizimi tul që gurt njës. Ishte 31 dhjetore, pranova operacionin të hapur. Gjatë operimit, e vretën që është kancerin në pankreas. Ku e vretën, në Prishtinë? Në Prizren. Në Prizren. Doktor Alush Jusufi. Edhe e vretën operacion, gjatë operacion edhe del mjeku i tregon familjes që ky operim kancerin në pankreas nuk trajtohet në Kosovë. Duhet patjetër jashtë Kosovës. I kishin përmendur Angli, në Gjermani, edhe operimin bëhet në Edirne. Kështu që familjarët kanë vendosur në Edirne. Mas operacionit, ndolëm në dhomën intensiv. Neta një javë, pa e ditë diagnozën teknën që e kam kancerin. Do më thënë e ki fjallin Kosova apo në Turqi? Kosovë. Isha me një drenazh, isha në peshën 47 kg, kështu që më trajton në Turqi. Pas sa kohë Mas 10 dite. Shkove në Turqi pas 10 ditë? 10 janar kam qenë në Turqi. Atëre kur shkova në Turqi, terminin e patëm në ora 9. Mjeku, gjatë korridorit, më përcjetke në vallë, në qyrke. Unë isha me një drenazh,
thashën mos kam një pengesë te i katër. Po doktori syt nuk heke nga fytyra jeme. Kur e rralla të hin te mjeku, erën e parë, po më shem mjeku. Ve fasohet edhe këthot, ty, tanë natën e pash në ndër, fytyra jote ka qenë në duart e mia. Qenke i dashur i Zotit, që fytyra jote është në duart e mia. Unë 500 pacientet i kam pas, hera parë ndodhë. Buri, djali vllaut Besarti, djali e Marizi, i përgjigjen mjekut. Mami hala është për një men, ka qenë humanitar, edhe ka dëshirë mi ndihmu njerëzve. Kështu që ka qenë një befasi e madhe. Lule, kur ju tha doktore që gjithë natën të kam pa në ndër edhe ishte hera e parë që ti e shef doktorin edhe doktori ty, si u ndjeve? E që me i këshur në sy, edhe u përgjigjën Arizi, djali, edhe Besarti. Po çfarë thanë djemt? Atë është e vërtet që mami është shumë shpirt mirë, i besim ndaj Zotit. Ai ishte. Për sa kohë ushtrive në spitalin e Turqisë? Mas një jave ushtrina, se analizat e Kosovës më kishin dalë shumë mirë, po doktori mbren që unë shumë i smur jam. Do me thonë ka kalun një fazë më të thellë smundja. Edhe sipas doktorave, thëshin që ky operim ka sukses apo jo? Ky operim ka po dush me lirë, është një operacion kogja e vështirë, që shumë orë zgat, po mas një jave kur ushtrina, nuk më pranur me një operacion. 3 javë qëndrova i shtri, duke dhonë ushqimet, duke bo kret incizime, ma të thella, e vretën që është kanceri pankreas. Në krye të pankreasit është kanceri. Atëherë më mori doktorin pyetje. Tha, shko në Kosovë, qëndro pranë fëmijëve, se do të vish një operacion kogja e vështirë. Erdha, qëndrova 10 ditë. Mas 10 dite u ktheva. Po gjatë atyre 10 ditëve, çfarë mendoje? U kënaqa me duke shijuar familjen. Kishe frikë që do t'ju nënshtrosh një operacionit shumë gjatë? Jo. Familjen aq pata buzëqeshje, aq pata mbështetje, që vetëm i këshisha buzëqeshjen e atyre duke me hedhë mu mbështetje, luleje fort, do ta kalon sa ma mirë ti e fort me, edhe pata besim të ma, po e pata dhe djalin, mas 12 vjetë e kam një djallë, Ajberkin. Djali ishtë 13 vjeçar. Mas i qëndrojsha unë në 3 javë në dërne, djalin më hekin s'ki. Tha mami, është e vërtet që e pas ke një smundje që s'ka shërim. Jo me djalë, e mora e përqava, jo me djalë jam. Shërim ka, po duhet një kohë e gjatë. Të qëndroj në spital. Më puthi edhe i premtova djalit se mami do të kalon këtë sfidën. Mas 10 dite, vazhdojmë rrugën e gjatë, shkum për Nedërne. Erdhë koha e operimit. E pata në ora 9, mëngjesit. Erdhëm me marë për operacion. Atyve i thash, a ka mundësi mos të shtrina në shtrat,
të heci me konte mia deri në sallën e operimit. Pse kërkove këto? Ashtu kërkova, e disha që është hecja jeme e fundit. Nuk kishe gjasa që do t'i shpëtoje një operacionit kaq të gjatë? Jo. E kisha informata se kancerin pankreas nuk ka shërim. Dhe kështu, deri në sallën e operimit, heca, dhe nuk ja ktheva kokën as djalit, as burrit, familjarëve, veç ja bona me dorë. Kështu, se ishte shumë e rëndë t'i kthesh shpinën familjarëve. Do të thonë nuk i shikove fare duke shku në sallë, për çfarë arsye? S'misha të ballafaqoj se ata ishin për lotur, e unë e duna të qëndroj më i fort se ata. Edhe kërkove me shku në kon deri te salla e operimit për shkak që aty në më jep një vullnet edhe mos më mërzit. Po për ty ka qenë shumë e vështirë kjo. Shumë e vështirë. Po Lule, para se të shkonin në Turqi, se e more vesh për herë të parë që do me thonë keni kancer edhe se përjetuat si familje, se përjetuat, kishe dyshime që do ta kesh një smundje të tillë me qenë se vazhdimisht ke humbur peshë? Nuk kam pas djeni këtë smundje. Në familjen tonë nuk kemi pas raste. Është era parë, edhe djenis kemi pas për smundjen e kancerit. Njohurin nuk kemi pas. Do me thonë nuk ke dyshu fare në këtë pjesë? Kancerin jo, fare. Edhe familjar nuk s'kan spjegune, nuk e kam ditë që jam i diagnozuar me kancerin pankreas. Është vona në operim, ngurtjes, me një drenazh, vllau i madh, Fatmiri, mu afru, ta motër, është bon një operim gabushëm, duhet patjetër të trajtohemi në Turqi. Do me thonë vllaua e ka ditë? Vllazërit i kanë ditë. Edhe nuk t'kanë tregu ty? Jo. Fatmiri, afrimi, arsimi, këta e kanë ditë, djali, vajsa, Kypra. Këta e kanë ditë kretë familje. Pas sa kohë e ke kuptu ti që ki kancer në pankreas? Unë e disha se gjatë operimit në Kosovë, në Prizren që operova, në dhomën intenziv, unë e dëgjova se i pata dy shoqet të shkollës. O Luljeta me kancer, o gjyna, o sa e mirë ka qenë kjo, e qysh i ka ndodhë kancer kjo me pas. Sa i kujdeshëm ka qenë për shëndetin e vetë, qysh ka hartë. Po, e shojqa që familja, po mërziten, po une nuk të regojsha që jam duke dy. Pata, më shikojshin familja jem si një foshnje posa lindur. Gratë e vllaut, i kam 3, Pirsenja, Luljeta, Shpresa, kam pas shumë kujdesin ndaj meje. Në ushqim, në çdo gjë, si një foshnje posa lindur që shikohet, ashtu më kanë ndihmu. Edhe pata. Në këtë pjesë ata e kanë bajtë në sheft, edhe ti, do me thonë, e ke ditë edhe nuk e ke thonë, ke heshtë. Po. Pse? Pse, e shoj që Në rast se ja u thëmë mërzitën më shumë, apo nga jo? shumë do të mërziten. Po si ishte për herë të parë që fëmia, kush ta tha, kush ta publikoi smundjen? Smundjen në Turqi, Në Turqi ku shkove? doktori Doğan Aybayraki, kjo është hirurg që do të më operon, më tha është një operacion, një smundje, po ka shërim. Nuk më hupi si rastin, që me thonë s'ka është problematik, jo. Ki do të kish shërim. Edhe u binda që do të kam shërim. Edhe pastaj atë ditë kur kërkove deri në sallën e operacionit me shku në kamp, kur
kur u fute në operacion, na fol diçka për operacionin edhe një operacion mjaft i gjatë, një operacion dikon 18 orë. Operacioni ka qenë shumë koqa. E disha, kur u zgjolla, temperatura jeme shumë e trupit ka qenë shumë i ftohtë. Durt i kam pas të lidhura, edhe kom të lidhura. 18 aparaturat i patën, unë e disha që jam në botën tjetër. Veç kur i pash motrat, duke lëviz, veç që e bona një motrës me dorë, me gish, si i pata durt e lidhura, edhe kom të lidhura. Tash motrën në cilën bot jam, tha, ke kështu operacioni shumë i suksesshëm, veç vazhdo. 3 net qëndrova në dhomën intensiv me aparatura, me krejt. Mandej më lirun në dhomën normale. Kur dola në dhomën normale, 18 drenasha, aparaturat krejt, barkun e kam, krejt operume, 4 zorë shtesi kam. Mas 5 dite, mjeku liron të heci. Thot familjarëve, qeluria duhet pa tjetër në kom që qëndron 2-3 hapa të bon. Këshysha doktorin, qëshka është duke më thonë që une me 18 drenazha qësh munden, baras peshën qësh do ta maj. Po, i falenderoj, djalit vllaut, erdi, a i ka qenë student. Erdhë, hallatën, dush pa tjetër, tash me hallën s'munden, hallë kadal. Me dimën e erdit, me dimën e burrit, fillova. 2-3 hapa t'i bëj. Nesër më 6 hapa. Atere ma dha një zoti, një fuqi, një binduri që duna do luftoj. Se fëmijëve i premtova që mami do të ketë shërin. Ashtu zgati 3 muj. Mas 3 muje, fillona të stabilizohna, fillon drenazhat. Çdo javë të më tërhekin prej trupit. Kur u bon 6 muj, u lirova prej spitalit. Brenda 6 muje, as buk, ushqim s'kam pas, kur qa, vetëm, me lagshin bust, me pikat ujit, kam qenë. Mas 6 muje, doktori filloj të pi një gotë ujë, të marri ushqime të lakshta. Mandej më lirun prej spitalit. Kur i lirova prej spitalit, i pata pra 47 kg. 27 kg keni pesho. 27 kg i pata. Kur u lirova prej erdhën, vllazrit kishin premtu që motra jem, po gjatë unë që kam qëndru në spital, motra jeme është maj madhe, lumnia. Ajo 6 muj s'kan dalë jashtë shtëpis. As në obor, as në balkon. Pse? Thoj ke motra jem është 10 vjetë ma e vogël, ajo është në për spitale, e unë të dali, ajo jashtë andhomës vetë s'ka dali. E ka përjetu rënd? Shumë të rënd, familjarët kam përjetu shumë ma rënd se unë.
Po megjithatë familja, fëmijët asnjëherë nuk e kanë shpreh atë mërzinë cilën po e përjetojnë përbrenda, gjithmonë të kanë jep, domethënë vullnet, kuraj, për me vazhdu më tutje. Po njëkohësisht edhe ti shumë e fortë se asnjëherë nuk je dorëzuar pavarësisht një operacionit shumë gjatë, 18 orësh, ti nuk je dorëzuar asnjëherë, të paktën sa e di unë nuk ja ke thonë asnjë fjalë që u dorëzova. Jo. E pata bindje, edhe pata durimin që duna me qenë, isha non. Duhet të jem i fort, ndaj fëmijëve, ndaj nipeve, që dua të jem në xhirin e tyre. Edhe i falenderoj Zotit, mjekimet edhe familjarët, e sot erdha në këtë ditë. Po që sa kohë është kry ky intervenim? Intervenimi është kryer para 4 vjetë, se 6 muaj në spital, mas 6 muaj erdhan në Kosovë, u ktheva, mandej fillun 8 muaj kemoterapi. Kemoterapin e kam kry prapë njëjtën vetë në Trakja Universiteti, në Dërne. Atje kam pas për çdo javë kemoterapi. Ke qëndru atje apo ke udhëtu? Atje kam qëndru se kam qenë shumë i ligsht. Kemoterapia, unë i pata edhe flokët shumë të gjata. I shkurtova në Kosovë, i disha që kemoterapi bin flokët. Po mu nuk më ranë. Nuk të ranë fare? Se ma herët 6 muaj më kanë ushqy në spital, që kam qenë i përgatitur për me marrë kemoterapi. Edhe kemoterapia ka qenë shumë i fortë. Po edhe isha në bindje që nëse më binë flokë, do t'i qesin një shami edhe do t'i shpoj veshtë e mia, që rini s'ka mujtë me bo, do dalja ashtu pa flokë. Isha i bindur që vetëm të jem pranë fëmijëve të mi, pranë nipave mi. Po megjithatë nuk të kanë ra flokët edhe e ke kalu këtë sfidë. Lule, ku e ke gjetë gjithë këtë motiv? Një smundje e rrallë, një operacion shumë i gjatë, ku e ke gjetë gjithë këtë forcë që ja ke dalë gjithë kësaj smundje edhe sot e 4 vite, ti je shembull dhe motiv për gjitha gratë të cilat janë të prekur me kancer. Kjo motivin edhe forcinë e kam pas prej rinisë, prej fëmërisë. Ashtu jam rritur me një familje. Që ka një plot dashuri. Dashuri e tek, edhe forcën e kam pas. Edhe u bona në gjyshe, kam një që çdo gjë që ndodh, mbrapa mos të mendojmë veç për para. Edhe ashtu vazhdoj jeta, se njeriu i shnosh duhet gjithmonë për para të mendoj. Çfarë do sfide që më ka ra, veç për para. E kuptoj, na tregoni ndonjë moment të vështirë gjatë trajtimit të smundjes, ndonjë moment shumë të vështirë që akoma ndoshta me raste të caktuara e kujtoni dhe e përjetoni shumë vështirë. Shumë vështira, mas një muaje fillon drenazha të dalin jashtë trupit. Vishin të kepshin për zgjolle. Mos më ndëqejnë zonin e gifsha kojën ose gishtin, se isha jabanxhi. 2-3 herë më ka ndodhur kjo, po buri i tregoj mjekut, se për zgjalli janë duke kep. Do mjeku i bërtiti, edhe propozoi një mjek tjetër. Ti do të mirësh me luljetën të eci. Kanë qenë momentet më të vështira qëtë. Mandi është kemoterapia.
njeriu për haron operacionin aq të vështirë që e ki, kemoterapia është shumë më e vështirë. Se përjetove të? Edhe kemoterapin 3 muaj i pata shumë vështirë. Mas 3 muaje, me lejën e doktorëve, mjekëve të mirë, edhe pa lejën e mjekut, një gotë ujë nuk kam pi. Shkam ka preferu mjeku, ato ne kam bo. Edhe fillova të forsona, të marri pesh. Unë i pata 8 muaj kemoterapi, po vetëm 6 muaj i mora kemoterapi. 2 muaj doktori s'pat nevoj. Do të thotë si ke nejt vetës gati shumë? Gati shumë. Vetës, familja më ka nejt shumë gati, ushqimi ka qenë me kohë, e pata sukses. Gjatë kësaj kohe, besoj që edhe fëmijët her pas her kanë ardhë edhe kanë lëviz. Na kujtoni ndonjë moment të vështirë kur jeni përshëndet me fëmijët edhe jeni mërzit shumë? Me djalin e vogël ka qenë shumë vështirë. Se djalin ishte në Kosovë, ishte në klasën e 8. Ishte të motra. E pat motra afër shkollës shtëpi. Mendimi, djalin e pata shumë, se djalin e ka mas 12 ditë që ceka, ishte shumë vështirë të ndana. Kybrën, vajza, e pata të martume, ishte non, djalin Arisin e pata të rritur, po ai Berkin e pata shumë të vogël. Ditët më të vështira e pata, si do të aloj ai Berki. Edhe është një punë, mas fëmijëve, kur jetë gjyshe e pata nipin, ka oni. Nipi m'jepke shumë përkraje, shumë vështirish të ndana prej ka oni. Lule, gjatë trajtimit tuaj në Turqi, për një kohë të gjatë jeni distancuar me familje, sidomos me fëmijët, kur dihet nëna ka një lidhshmëri të jashtëzakonshme me fëmijët, sidomos nëna. Sa ka qenë për ty e vështirë kjo distanca, me qenë se besoj që ma herët nuk ke pas një distancë kaq gjatë me fëmijët? Kurrë s'kam pas. Unë dame për fëmijëve ka qenë shumë e vështirë. Një natë pa fëmijët e mi, pa pas në afër fëmijët, gjumin se po smundje, era parë, ndodhi në jetën teme të jam kaq larg prej fëmijëve. Po, fati, shumë shpesh më kanë ardhur, si vajza, më kanë qëndru afër, si djali i vogël. Po djali i vogël, gjatë pushimin 3 mujor, më kanë qenë afër. Dima ati ka qenë shumë pozitiv për mu. Se kur shojsha fëmijët që i kam afër, ma shumë jep të ke vullnet të jetoj. Që fëmijët po m'japin përkraje, mbështetje, ishte kënaqësi. Lule, kur keni pas 47 kg, edhe prap keni pas motiv, nuk keni mendu ndonjëherë mu dorëzu apo me hup vullnetin, me thonë të dorëzohem? Të dorëzohesh? Jo, asnjëherë. Atë Zoti ma dha një bindje që do të forcona edhe do të kaloj. Edhe është një në smundje në familjen tonë nuk ka pas. Është ka qenë për herë të parë. Për herë të parë. Edhe isha bindu. Koha, mas u përmisova, më ndodhë në familjen teme, t'i ndihmoj,
të jap atyme përkraje, mbështetje, që mos dorëzohen. Është kogja, një rrugëtim i gjatë për shërim, po njeriu po i dil. E sot, me kënaqësi, kam dëshirë që t'i ndihmoj popullit tam të kenë, se unë e kam pas një rrugëtim shumë të gjatë. Unë e kam pas familjar të fortë, mbështjetjen e kam pas vllaun, afrimi, i ka pas shoqnin, njoftësi të madhe kemi pas, kryetarin e tërmes, më të mëdhejt i kemi pas, për ne ka qenë rruga e shkurt. E sot une, populli shqiptar që i shohën në Turki për trajnim, që trajtohen për shëndetin, unë e kam rrugë shumë të shkurta. I falenderoj edhe mjekimit, doktorët që më afrojnë. Po, Lule, ata persona që nuk kanë të njohshëm, si do t'ja bëjnë? Ata që s'kanë në njohësi, është vështirë, sidomos të kryet një operacion, një ndërhyrje në Stamboll, unë kam qenë vetë, po është vështirë. Ti baki është puna që është e vështirë, marrë deri te operimi. Kogja duhet të kthehesh në Kosovë, udhëtime të bëjsh tej, po unë i falenderoj besimin e doktorëve se janë duke ditë që vetë kam qenë e smut, po i ndihmoj të smurve. Po megjithatë, ju jeni shpall edhe pacientja më e disiplinuar aty. Është e vërtetë. Për 500 pacientëve, prej trajnimit mjekësor që i pata 6 muaj që në qëndrova, u zgjedha Luljeta aty si Krasni që është pacienti më i disiplinuar. Pse? Burit i thojsha, na jemi jabanqi, na jemi tuj. Mos ta të qojnë zërin tam, dhimbjet e mia, se dhimbje kam pash, kogja. Po durimi të vim, isha në mendimin që ne, që s'kemi shërim në Kosovë, pa tjetër do të kemi trajnimet jashta Kosovës. E kështu të lejmë vendin për popullin tonë. Nëse sot unë jam disciplinume, mas meje do të vinë ende populli shqiptar këto. Luljeta, ky operacion është mjaft i kushtuar. Unë sa e di që ke arrit gjithë këtë kosto, domethënë me pagu ju si familje, sa ka qenë e vështirë dhe sa ka qenë e përballueshme për juve për një operacion të tillë. Ka qenë shumë si argjimet mëdha, shumë. Po i falenderoj familjes time, familjar të afër, tek dhe dulëm. Po është puna mas operacionit. Unë 5 vjet ende jam në kontrollë. Unë edhe vjet e pata edhe një operacion tjetër. Kështu që gjithmonë mbështetjen e kam djalin, vajzën, djalin e vogël. Familjarët, miqt i kam. Megjithatë, nuk e ke ndërmend mu dorëzu asnjëherë një grua e fortë dhe të lumtë për gjithë këtë. Faleminderit. Kur u ktheve në Kosovë, pasi që përfundove operacionin, ti gjete forcë që t'ju dalësh që jesh më afër grave të cilat janë të prekur me këtë smundje. Ti formove një shoqat të grave që ki titullu me një emër shumë të mirë, Gratë Burnesha. Si u inspirove për këtë emër dhe si u inspirove për këtë organizatë? Unë masi kalova 2 vjet, e pash vetën që jam duke.
u regjistrova me një shoqat. Aty u njoftum me shoqet dhe pras e shoqatës u tërheka. Na bishim shoqet, kur bisha unë për kontroll, shoqet e mia dëshin të vinë të bëjnë një kontroll jashtë Kosovës. Kështu që 5-6 shoqe, me lejen e doktorit, se më herët e bësha terminin, për lejen e mesha, edhe shkojshin. Na u lidhëm me shoqni, shoqet, u punëm për tej motrës. Pse për tej motrës? Se motrës nuk mundesh me I tregu Shumë gjana ndër. shumë gjana, dhimbjet, vajzës, familjarëve, tek. Po shoqet që e ka kalu këtë smundje, mas mirti e kupton. Kështu, duke ndihmua njëri tjetrit, erdhën në dilem për hapjen e shoqatës. Të tillojmë me gratë burnesha, që në kupton forcën femërore për te potencialit. Kështu që Unë kam pas rastin që të kam një takim me ty edhe me disa shoqet tua, e kemi edhe një foto të përbashkët ku kemi pi një kafe. Ishte një shoqëni e jashtëzakonshme, ishte një komunikim shumë I mirë, kështu që të lumt për forcën, për guximin që asnjëherë nuk dorëzohesh edhe gjithmonë je pra njerëzve të cilët kanë nevojë për ndihmë, për shërim jashtë vendit. Këta e them me bindje të plotë sepse e vërtetoj këto se unë kam qenë ndër persona që, domethënë, pa kërku ndihmë prej teje, ti ke qenë ajo që mu ke ofruar dhe më ke thonë ndihmoj për çfarë do që të kish nevojë dhe realisht ajo është krya intervenim me shumë sukses. përvoja ime dhe rëndësishme është ndërgjegjësimi dhe mbështetje duhet të kemi. Kështu që na I falenderoj shoqeve të shoqatës gratë burnesha, janë të gatshmëri të ndihmojnë njerëzve, motrave, vëllezërve të japin ndihmë, informacione të sakta dhe mbështetje motive. Kjo është shoqata që duhet të jetë përkrahje. Një të mirën është që une trajtojna në Turqi, që s'ka shërimet në Kosovë, I marri shoqe, I trajtoj atje. Po në një rast shumë I vështirë, para 3 javë e hupa humbje të madhe, e hupa shoqën më të ngushtë, Lulije Dakaj. Ajo ka qenë me mu 5 vjetë në kontrollën në Turqi. Në Turqi vike, po çdo vjetë. Si vjetë nuk erdhë. Shkoj në kontroll në Kosovë, mjeku onkolog I ka thënë, s'ki nevoj, të ka kalu 5 vjetë, s'ki nevoj çdo 6 muaj me bo kontrollën. Kështu që na me shoqatën e Kosovës, me shumicën e shoqatëve jemi bashkëpunim. Me shoqatën e Gjakovës, bashkëpunum bashkë të mblidhemi për festën e 28 nëntore, shkum së bashku në Gjakov. Shoqet që ndrojnë nga të meje, fillojnë të kollite. I thash shoqe, je duke u kollit, tanë kohon, ta pube Luljeca, isha te doktori më ka thonë 1 vjet s'ke nevoj kontroll. Tash une jam duke shku për Turqi, në Turqi, e jam me mu. Kështu që me shoqët I prem tash, hadi Lulje, jam duke shku për Turqi, në Turqi, e jam me mu.
Shoqja erdh, e bona me inqizimet, endoskopin, konoskopin. Kur erdh puna, në analizat i dulën që kanceri për zyte është duke u përsërit. Mjeku onkologu kërkoj një inqizim ma të thellë. Inqizimi ma i thellë është peti. Kështu e boni inqizimin, e vrejtëm që ka fillu në gjinin tjetër, kanceri edhe në moshkëni. Po, u falenderu Zotit që shumë shpejt erdhën. E zonëm në fillim kanceri. Shoqja filloi kemoterapi në Kosovë. Mas kemoterapis, moshnit u mushën ujë, sot shoqën e hupën. Ishe pranë saj gjatë gjithë kohës? Isha. Edhe në postimet e shoqatës, më ka postu disa herë. Shoqja Luljeta, Tesi Krasniqi, më kanë qëndru si non afër meje. Po është puna, një tronditje e madhe e pata. Humbje një shoqës të vërtet, e fort, që s'mujti me dalë për sytë e nërë. Frigën e kemi na që mbjetoj me kancer, për sëritje e kancerit. Njeriu du të ketë në kontrola, edhe mjekimi të ketë vazhdueshëm. Është fati një çdo femër, çdo njeriu s'mundet të trajtohet jashtë Kosovës, po duhet me pas kujdes. Në ushqim, jetën normale, s'mundet që shkemi pas, se kanceri është duke u përsërit disa herë. Luljeta, në rrjetet sociale je shumë aktive, edhe gjitha fotot të cilat i poston e keni një rreth shumë të gjatë të shoqërisë, ku shetit një vendet ndryshme, poston një foto, realisht më ju pa nga fotot nuk e mendon askush që jeni të prekne me kancer. Kështu që jep një pozitivitet shumë, po pavarësisht kësajti në momentin që e ke hapë dhe organizatën, i angazhuar shumë, sepse çdo gruas i qëndron afër, duke përkra moralisht, po njëkohësisht edhe ato gra kanë filluar që trajtohen edhe në Turqi. Edhe gjatë kohës kur shkojnë në Turqi ti i përcjell vazhdimisht, nuk i lën vetën se nuk ndjesh rahat. Sa është e vështirë për ty të mbash organizatën, të qëndrosh me familje, edhe ti përcjellsh shoqet apo pacientat në Turqi? Është shumë jemi me shoqet lidhur, kështu që çdo javë dalim të pim kafe. Njerë muj dalim për drekë. S'kjedhim restorantën më të mirë. Është kështu përkraje kemi shumë për njerin tjetër. Jemi të lidhur. E kuptoni njëra tjetër? Shumë e kuptojmë. Se çdo femër që është njëjtën smundje, njëjtën dhimbje kemi pas, e sot jemi duke dhënë përkraje edhe të tjerëve. Është puna, masi është hapë shoqata, edhe para shoqatës, unë i kam ndihmu shumicave, po, ka shumë rastet në brenda 3 muaj, me këtë smundjen u diagnozu me kancer, po une smundem gjithmonë të jem gati. Njerëzve, po ndodh një shoqe ngushtë, tej, s'mundem se fëmit i kam lënë unë 2 vjet, edhe për 5 vjet, duke shku në për kontrola. Kështu që, unë e bëj terminet, bisedoj me mjekës, vazhdoj në trajtim në Turqi, edhe i them, hapeni telefonin me kamerë, i orientoj pre banesës, i orientoj ku me shku, shka të bëjnë, tek bëjnë. Kështu që,
sa më vjen, sa e kam shëndetin, do t'i ndihmoj popullit ta. Megjithatë edhe nëse nuk je me to vazhdimisht, edhe ajo është një ndihmë shumë e madhe se unë vetë e kom pa kur të shkosh në një vend që nuk e din gjuhën, është një ndihmë shumë e madhe ta telefonosh dikon edhe të paktën të përkthen apo të fol me kamerë, të drejton ku se qysh. Po megjithatë është bëjegini ngarkesë e jotja, me qenë se ke vullnet shumë edhe ke respekt të jashtëzakonshëm për kolege se dohet mjaft me ndani një kohë çmueshme për to. Po, është e vërtet. Kam ngarkesë të madhe. Po kanë kërkesë edhe familja që qëndrosh më shumë me ta? Po, është puna që po kanë bërë, se vetë kam kalu, po duhet. Kjo smundje duhet me pas mbështetje. E kështu që i ndihmoj, i them se është në kogja me shku drejt për drejt te doktori, profesor doktori, se duhesh një në trajtim me qenë ti mjeku, mas 6 muaj të trajtojsh te profesor, është disa procedurat mëdha. Kështu që i falenderoj. Ata më afrojnë do mjekët, i pranojnë pacientin që i ndërgoj prej Kosovës, prej Prizrenit, prej Shoqatës. E kështu i pranojnë edhe kanë shërim. Po, i falenderoj edhe të 3 spitalet, mjek që janë duke afru për popullin tanë. Luljeta, nëse s'ki diçka për fund, unë të përshëndes dhe të falenderoj shumë për kohën që ndave dhe rrëfimin tuaj shumë emocional në emisionin ton. Besoj është një rrëfim shumë i veçantë që gjithë ato femrat të cilat e kanë ndjekur apo e ndjekun këtë rrëfim jenë një forcë për shumë gra, femra përgjithësi, duke treguar edhe me organizatën tuaj Gratë Burnesha. Kështu që faleminderit shumë, unë të dëshiroj më së pari shëndet, e jetë gjatë, e gjitha të mirat në jetë. Inshallah ashtu të ndihmon Zoti edhe realisht të kanë ndihmu siç po i ndihmon të gjitha atyre grave të cilat kanë nevojë edhe për krahje morale. Kështu që ishte kënaqësi dhe faleminderit për rrëfimin tuaj që ndave me ne. Faleminderit edhe për juve, edhe për mua ishte kënaqësi të jem mysafiri juaj. Ishte kënaqësia e madhe të rrëfej historinë teme të vërtet dhe ju dëshiroj sukses. Faleminderit shumë. Faleminderit.